Zoti Zeqaj, çfarë ndodhi në këto 24 orë? Faleminderit. Çfarë ndodhi në këto 24 orë? Çfarë ka ndodhur? Se ka edhe informacione që mund të ketë patur negociata, bisedime, takime, telefonata, mesazhe. Megjithatë, zyrtarisht politika e Prishtinës sot është pushim. Pari Denisa e ndëgjova një deputet servil e mashtrues, i cili paturpsisht që thot një fjalë urtë popullore tentonte ta lynte me kos turpin e tyre politik, i cili thoshte që ne po lypim president konsensual, edhe ne nuk e hapim seancën ose nuk e kemi kandidatin për kryetar pa pas marrëveshje. Qysh si vjet turp? Qysh si vjet turp këtij kalibri politikoni, i cili për tretën herë, tash është e katërta, po e çon në vendin drejt zgjedhjeve lideri i tina, për shkak të mos vullnetit me ule, me bisedu sinqerisht edhe me do pushtetin. Kjo mendësi politike e këtij deputeti, i cili paturpsisht e mashtron opinionin publik edhe se thot vërtetën. E vërteta është e qartë. Albin Kurti don president nënshtrues. Albin Kurti don president, vetë ke deklaru, nuk po thot gazetari Clarence Zeqaj. Ka thonë neve na vjen një president për më marrë me çështjen e zjarfikësve. Pa i nënçmu se është kategoria më e rëndësishme e çdo shteti. Ai nënçmon, siç i ka nënçmu votuesit e vet, kur ka thonë 40% janë analfabet. Denis, me shumë respekt, problemi i Kosovës nuk është çaq i thjesht sanat që po e lexojmë edhe po shpërfaqet nëpër media. Ky zotnia Albin Kurti, i cili ka mision të qartë politik, ndonë të interesit shtetit Kosovës, po flas me veprimet që po i bën. Ky zotnia noher e ka dhënë vetë menaxhimin për Serbinë. Ky ja ka dhënë, se ka dhënë as Hashimi, se ka dhënë as Isa. Ky e ka luftuar Hashimin edhe Isën me gaz lëçellës, me tulla policëve në kokë, e sot politikoni në atë kohë, opozitor, i cili ka ra policit tullë në kokë, ka video, është ministri i punëve të brendshme edhe shteti dhe drejtësia se ka marrë asnjë vepër. Ky kryeministër që se sot është shtet, e ka kallë kuvendin e Kosovës me gaz lëçellës, edhe prokuroria dhe sistemi i drejtësisë e ka mbyllë rastin e tij të thonë s'kem dëshmi, e shihet me video e figurë të e gjujt gazin lëçellës në fytyrën e Kadri Veselit. Kjo opozit për një san është fajtore. Unë si gazetar që 26 vjet, legislaturën e parë shtetit Kosovës e kom përcjell. Këtu ka pas leadership që kanë ditë me dhënë gjithçka për interesin e shtetit. E ajo është zoti Rugova në atë kohë, i cili ka të mirat edhe të këqijat e veta në politikë, gjithmonë po flas si gazetar. Ai ka dhënë pushtet 7% Ramosh Haradinin e ka bërë kryeministër për me unifiku shtetin, me unifiku politikën edhe me shteti përpara. Ky politikon i mashtrues, me 50% votave, me 24 miliardë euro buxhet për 6 vjet, arrin me majt pang shtetin e Kosovës edhe prej vitit 1990. Arrin mja qit drynin kuvendit Kosovës, me mshkel derën e kuvendit Kosovës, me shkel demokracinë e institucionit më të rëndësishëm të shtetit Kosovës. Miloshi në 90-ën e ka mbyll derën e kuvendit Kosovës, deputet asaj kohë i kalon jashtë, Albin Kurti e ka mbyll në vitin 2026. Ky lider politik, i cili ka ardhur me dhunë, me mjete të dhunshme, ka nxjerrë zvarr zyrtar të shtetit Kosovës nga vetura, ka hull mjetë të trona ndaj institucioneve të shtetit Kosovës. Ka dëshmor në thojza luftës tina që i ka marrë në qafë. Së të lunë me fatin e interesin e shtetit Kosovës. Na ka përqa me shtetin shqiptar, me shtetin anë. Sot, e disa vjetë, bën gati 4 vjetë, ku s'ka raporte vllazërore Shqipëri-Kosovë, Denis. Nuk ka Kosova dhe Shqipëria politikisht për flasë. Në vi institucionale, s'ka raporte vllazërore. Na ka prish me Amerikën, s'ka komunikim shteti Amerikës me zyrën e zotit Kurti. Për mos më gjatë se të prova në ashta. Këtu lind vetëm një pyetje. Kuj po i shërben kjo figurë politike i cili përçan shqiptar, ka do të qështrien trojet etnike të Shqipnisë të madhe në atë kohë.
Jam shumë dakord me gjithçka që ti the deri në këto momente që i radhite, por të mos harrojmë që Albin Kurtin e kanë votuar qytetarët e Kosovës në shumicë diaspora, ata që nëse e krahasojmë me Ramën sot i ka kundër. Duhet korrigjoj, me shumë respekt, duhet korrigjoj. Drejt vote në shtetin e Kosovës kanë 2.2 milion banor. Në zgjedhjet e 7 qershorit, në Kosovë me votu kanë dalë 37%. Në 37% Zoti Kurti dhe partia e tij, me 200 milion euro të shpenzuara në blerje të votës, duke i blerë 150.000 vota për i diaspori ka ble. 40.000 i ka ble me aeroplani në orë, bileta ka pagu. Pjesa tjetër kanë votu qysh kanë dashur. Në shtetet e ndryshme dhe në ardhë ato qysh janë ardhë, që për menimin tam ato ish dashur mu diskutu. Plus, çka është kryesorja? Në që 37% Albin Kurti ka fitu 47% që i bjen 16% trupës elektorale. Albin Kurti në 2.2 milion banor i ka vetëm 16% që i bjen 380.000 vota dikon. Po këtu du me sharuni sa. Nuk është fajtor Albin Kurti. Është fajtore një opozit e nënshtrume e servile që për 6 vjet i ka nejt gatitur një politikon i mashtrusë. Është përmarrë një opozitë e cila për 6 vjet nuk e kim pas një aksion protestues kundër çdo të keqe që i ka ndodhur këtij shteti. Korrupsioni më i madh në historitë të shtetit Kosovës ka ndodhur në kohën e qeverisë Zoti Kurti. Aferat më të mëdha korruptive, ministrat me akuzat më të mëdha për korrupsion ka ndodhur në kohën e Zotit Kurti. Edhe në kohën aty në tjerëve kanë vjedh, po ka pas hajnë edhe atëherë. Po s'do të thotë tashti që hajnia dallon. Nëse njëra vjedh hajnje, po nëse i vjedh 5 miliard euro, atëherë je hajni madh. Nuk po flasim këtu për anësi politike. Ai se cili politikan i cili ka bërë dëm këtij shteti në të merr përgjegjësinë e vet. Problemi çka është? Kosova po vun për një politikan e një lider i cili unifikon spektrin politik edhe hek lakun prej fytit Kosovës, e cila është Serbia dhe marrëveshjet e vështira që Kosova i ka në raport me to e me ndërkombëtarët. Këtu e kam në problemin. Mos të harrojmë 1.2 milion banor s'pedon asnjë parti politike, Denis. Çka nëse vjen një subjekt i ri politik, që unë vash Zoti le të vjen. E i përfaqëson çata njerëz, që unë po besoj që ata kanë kuptuar diçka pse si besojnë kërkujna. Pse unë një mirë. Se cilin politikan Kosovë një mirë. Qysh marr fry. Ka të ndershëm vestyrë. Ka të ndershëm. Po i nati shqiptarit sikur tek ne, sikur te ju, që jemi një. Po tash Kosova është shtet, Shqipëria është shtet, dorë zotin e ditë bashkohen në Bashkimin Evropian. I nati politik i shqiptarëve për i natë rest, më vdek djali, na ka prunë këtë situatë.